Viti 2025 ka qenë vit pas një vrasje në rajonin e Pejës për herë të parë nga pas lufta. Zoti Lavinat. Prokuroria themelore në Pejë për këtë u ka dhënë mirënjohje 3 policëve që intervenuan gjatë një sulmi me Kalashnikov në afërsi të gjykatës në Pejë duke evituar një vrasje. Prokuroria e Pejës Lumturie Vuçetaj megjithatë tha se askush, as zyrtarët në uniforma, nuk do të jenë të paprekshëm nga ndjekja penale. Korrupsioni dobëson drejtësinë, rrit pandëshkueshmërinë, e në veçanti kur ligji nuk zbatohet njëjtë për të gjithë, atëherë qytetarët humbin besimin, ndjehen të pasigurt dhe të diskriminuar. Dhe në këtë drejtim, gjithmonë është thënë dhe kam thënë, askush nuk është mbi ligjin, madje as ata të cilët janë përgjegjës për zbatimin e ligjit dhe sigurinë e qytetarëve, ata që bartin uniforma shtetërore dhe bartin autorizime publike. Vuçetaj bëri të ditur se 10 policë po hetohen për vepra të ndryshme penale. Prokuroria konfirmoi po ashtu se po vazhdojnë hetimet për rreth 200 kallëzime penale në policinë e Kosovës. Sipas saj, zyrtarët policor dyshohen se ja fshehën lëndët prokurorisë në mënyrë që ato të mos hetoheshin e të vjetroheshin. Rasti është duke hetuar nga prokurori i shtetit për shkak të ndjeshmërisë së rastit dhe rrethonave për cilat është duke u procesuar, nuk mund t'japim më shumë informacione, mirë po rasti është ende në trajtim e sipër. Udhëheqësja e prokurorisë së Pejës paralajmëroi po ashtu se do të jenë pa kompromis kundër krimit dhe degradimit mjedisor. Vuçetaj theksoi se luftimi i dhunës në familje dhe vetëdijsimi i shoqërisë për dhunën me baza gjinore do të jetë prioritet i tyre në vitin 2026.